Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria pritet të shpallë sot Iranin shtet financues të terrorizmit. Në projekt rezolutën e parlemruar më herët nga kryeministri Edi Rama, i kërkohet qeverisë shqiptare që minjëherë pas miratimit nga kuvendi ekzekutivi të vijojë me deklarimin terroriste edhe të dy prej organizatave më famkeqe të regjimit iranian, Gardën Revolucionare Islamike dhe Hezbollah. Ndërsa kjo rezolutë është cilësuar nevojë urgjente nga socialistët, demokratët kanë deklaruar sot ta bojkotojnë seancën. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u ka kërkuar diplomatëve amerikanë jashtë vendit që të bëjnë thirrje aleatëve të klasifikojnë Gardën Revolucionare të Iranit dhe Hezbollahun me bazë në Liban si grupe terroriste, duke përmendur një rrezik në rritje të sulmeve, raportoi Reuters. Direktiva e brendshme nënshkruar nga sekretari i Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Marco Rubio, ju dërgua të gjithë misioneve diplomatike dhe konsullore të SBA-s në mbar botën. Ajo kërkon diplomatëve amerikanë që të përcjellin mesazhin homologëve të tyre në nivelin më të lartë të përshtatshëm deri më 20 mars, duke shtuar se përpjekjet për të avokuar përfutjen në listën e zezë të këtyre grupeve duhet të koordinohen me homologët izraelit. Administrata Trump po përpiqet të mbledh aleatët e pavendosur, shumë prej të cilëve nuk ishin të informuar përpara luftës ajrore SBA-Izrael, e cila filloi 2 javë më parë për të mbështetur operacionin e saj ushtarak. Gjermania është treguar e vendosur për të mos ndërhyrë në konfliktin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit me Iranin. Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nuk kanë konsultuar më parë aleatët për këtë luftë, por Irani nuk ka pasur kurrë një vendim të përbashkët se a duhet të veprohet, than kancelari Merz. Sipas tij, nëse shtrohet pyetja se si do të angazhohet Gjermania ushtarakisht në këtë çështje, ne nuk do ta bëjmë, deklaroi kancelari gjerman. Trump e shoqëroi kërkesën e tij me parlemërimin se NATO-n e pret një ardhmë e zymt nëse ajo nuk ndihmon në sigurimin e ngushticës, e cila është e errët e rëndësishme për transportin e naftës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Vion evakuimi i shtetësve të Maqedonisë së Veriut nga lindja e mesme. Sot pritet një tjetër fluturim për evakuimin e qytetarëve në linjën Dubai-Shkup. Ambasada e Maqedonisë së Veriut në Emiratet e Bashkuara Arabe të dielën njoftoi të gjithë shtetasit që aktualisht ndodhen në Emirate se të martën do të realizohet një fluturim tjetër. Të gjithë qytetarët që kanë nevojë të domosdoshme dhe prioritare për evakuim duhet paraqiten sa më shpejt në ambasadën e Republikës Maqedonisë së Veriut në Dubai, thuhet në njoftim. Deri më tani janë realizuar 4 fluturime të organizuara për evakuimin e qytetarëve nga rajoni i lindjes së mesme, me të cilat janë transportuar gjithsej 458 pasagjerë. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Eyup Maqedonsi, deklaron se raketat e reja balistike që Serbia i ka blerë nga Kina janë sulmuese dhe jo mbrojtëse. Sipas tij, ato janë kërcënim për të gjitha vendet e Ballkanit. Maqedonsi tha se nuk është hera e parë që Beogradi kryen blerje të tilla duke rritur shkallën e militarizimit të vendit. Këto raketat e fundit e kanë natyrën e raketave që janë të dizenjuara për sulme dhe duke qenë të tilla paraqesin kërcënim, jo vetëm për Republikën e Kosovës, por për të gjithë rajonin e Ballkanit. Kjo po tregon edhe më tej qasin hegemoniste të Serbisë dhe tentativën për të dominuar në aspektin ushtarak ekonomik, por dhe në aspekte të tjera në Ballkanin Perëndimor, shtoi Eyup Maqedonsi. Kombinohet blerja e raketave të tilla me çështjen politike në raport me fqin, atëherë është kërcënuese për këtë regionin dhe me vërtet është me rëndësi që NATO ta marrë seriozisht jo vetëm këtë blerje, por këtë militarizimin e Serbisë. Sipas tij, kjo është poshtë pretendimet e presidentit serb Aleksandar Vučić se po tenton të mbrohet nga Shqipëria, Kosova dhe Kroacia. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.